Në kryetarit të kuvendit se ishte një përpjekje e opozitës për të rikthyer këtë institucion në shinat e kushtetues dhe ligjshmërisë, por rezultati i saj nuk bëri gjë tjetër veç se konfirmoi të dhënat konditëse të indeksit të sundimit të ligjit të World Justice, që konfirmuan se Shqipëria në raport me 10 vite më parë ka bërë hapa 100% fakt sa i përket jo vetëm luftës kundër korrupsionit, por edhe sa i përket përpjekjeve për të rikthyer ligjshmërinë në vend. Sot ju e pat se si argumenti për të mos shkarkuar kryetarin e kuvendit u bë nga një ish-ministër i Edi Ramës, i cili është kallëzuar në SPAK, i cili ende nuk është hetuar realisht në lidhje me aferën me Goniga, në lidhje me faktin se është ministri i cili i pali qesit 600 milion euro, dhe një referojnë zotit Gjiknuri, dhe për më tepër një rezultat votimi që në fakt konfirmoi që në kryet parlamentit tani më është instaluar në fond kantonit paligjshmëria. Kemi një kryetar të paligjshëm, i cili është recidivist sa i përket shkeljes së kushtetues dhe rregullore së kuvendit, por më rënd akoma jemi parlamenti i vetëm në rajon dhe sigurisht edhe në Europë, ku në krye të parlamentit kemi një ish-ministër të qeverisë Edi Ramës, i cili dhe për të cilin nuk përfundojnë kur hetimet në lidhje me kallëzimet e bëra ndaj tij në SPAK, si përgjegjës jo vetëm për helminin e qytetarëve shqiptarë me aferën e Silicon Mixit, po edhe një kryetar parlamenti ushtar të markës së insenatorëve. Ndaj ky rezultat i sotëm konfirmoi plotësisht gjetjet shumë të drejta të indeksit të sundimit të ligjit në Shqipëri, dhe për më tepër akoma në një sallë parlamenti që është ndruar në fakt si një institucion i vuajtjes së dënimit, kur tërçareku i deputetëve të mazhorancës janë të kallëzuar në SPAK, por që sigurisht që nuk hetohen, dhe e pat edhe që është mbitor të rikthimin në foltoren e qeverisë të Belinda Ballukut, që tani më i ishte larguar edhe nxirrja e tyre. Është e papranueshme që paligjshmëria në fakt po kthehet në normë në një institucion i cili duhet të jetë shembull për respektimin e ligjit dhe të kushtetues. Gjithashtu më lejoni të shpreh qëndrimin e qartë të grupit parlamentar të Partisë Lirisë në lidhje me dështimin flagrant të reformës në drejtësi, ose më saktë të suksesit të Ramaformës, e cila e ka shndruar sot Shqipërinë shumë hapa pas edhe në raport me Vietnamin komunist, me Vietnamin një patjak, ku sundimi i ligjit dhe respektimi i ligjit rezulton që është më i lartë se në një republikë që presupozohet është demokratike, dhe për më tepër në një vend që është edhe antar i NATO-s, së fundmi është Shqipëria. Në seancën shërbimi i zonjës Balluku nuk është sukses i reformës në drejtësi? Të besosh se zonja Balluku po hetohet nga një strukturë e cila qartësisht ka vetëm një mision: të mos ndaloj gjakderdhjen financiare që vijojë ende në raport me financat publike. Sot, pas hekurave ndodhet edhe ish kryetari i Bashkisë Tiranës, por afera e incenatorit që nuk ekziston, pagesat për incenatorin ende vijojnë. Ju besoni se mund të ketë një hetim real për zonjën Balluku, ndërkohë që të gjithë aferat korruptive të plotësuara në film se saj do të ndalet? Jeni të bindur që jo, sepse pas çdo krye afere në fakt qëndron vetëm një emër i vetëm, dhe ky është Edi Ramës. Shkurtimisht se ka nisur seanca, kemi informacione se ka dakordësime së PS-s edhe opozitës për të ngritur dy komisionet hetimore? Zoti Balla e ka shprehur qartë vullnetin politik të mazhorancës për t'i vënë kapak çdo afere ku është përfshirë Edi Rama. Unë nuk besoj
se ka një sinqeritet politik nga ana e përfaqësuesve të një shumice, e cila siç theksoi edhe raporti i fundit të OSBE-dit nuk ka dalë dhe nuk është produkti i vullnetit të shqiptarëve, nuk ka dalë nga zgjedhjet e lira, të barabata dhe të ndershme, dhe kjo shumicë që ka ardhur në parlament vetëm për të mbrojtur interesat kriminale, të votoi për të mbrojtur interesat e qytetarëve shqiptar. Qëndrimi i tyre ka qenë i qartë, që ata nuk do të pranojnë kërkesat e opozitës për të hetuar aferat e kryeministit Edi Ramës, hetimi të cilave më shumë se kur është një domosdoshmëri, për sa kohë e theksoi, SPAK nuk ka bërë gjë tjetër vetëse e ka përkeqësuar Shqipërinë në raport me luftën kundër korrupsionit, jo me disa pikë, por 100%. T'jeni të bindur që opozita do të bëjë gjithçka dhe ka bërë gjithçka dhe do vijojë të bëjë gjithçka për t'u treguar shqiptarëve të vërtetat në raport me lidhjet kriminale të drejtë të Edi Ramës dhe familjarëve të tij, me krimin organizuar dhe me kartelet më të rrezikshme të drogës vendas edhe ndërkombëtare, sekundër është fakt publik, sepse mjafton të referoheni faktit që drejtësia amerikane në lidhje me çështjen me Gonigan ka kryer hetimin e saj dhe Edi Rama të paktën përmendet 14 herë, pa uar faktin që vetëm së fundmi u publikua edhe takimi në zyrën e tij me Charles me Gonigan. Faleminderit.